Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir. Një Turqi e fortë, një Ballkan që mos u zgërdhini kryeministër. Ja ka djetë me miliarda ka djetë, e ka djetë shtetin në vetë. Paguajnë 10 milion euro në kilometër. E shitën distribucionin për 2 kilometra gjyks. Nëse shtyllat elektrike ishin shit për heker në një farë mënyrë, e kishin rrinë nivelin çfarë është pagu. Gjitha këto blerje të cilat janë bërë janë kryer në Turqi, që edhe letra si letër e cila blihet nga Kec, ajo blehet në Turqi. Zona Express sjell dokumentarin Haraçi Turk të dielën ora 20:45 në televizionin Dugagjini.